Për një kohë shumë të shkurtër, ajo hyri fureshëm në tregun muzikor. Kështu këngëtarja Orhidej Latifi, e njohur si Kida, u bë njëri ndër zërat më të dashur për të rinjët shqiptar. Përkundër sukseseve të mëdha, muzika nuk është prioriteti vetëm për Kidën. Jashtë skenës, ajo është thjesht një vajzë 17 vjeçare e që shkon në shkollë. Por, si sillet këngëtarja e hitit Premtimet me shoqërinë e saj, shokët e shkollës e tregojnë të vërtetën. Mu ka me njoh Kidën edhe para se mi anis ajo me merr me muzikë. Edhe muna me thonë që për qatë sa njëne, Orhideja nuk ka ndru hala prej që atëjshë kër e konjo për klasës 10, deri tash hala është njëti person. Kida do me thonë, ka mungu këza shpesh në për orë të mësimit, shkaku i koncerteve të ndryshme që ka pas dhe obligimeve jashtë shkollore do me thonë, po është, apo din kur u konë këtu në shkollë, u konë qike mirë edhe mu më ka pëlqy, apo din... Krenar me arritjet e saj në muzikë, Kida i bëri edhe mësimdhënësit. Natyrisht që ne gjithë mburremi me të, sepse arrin që të mësoj dhe të përcjell mësimet dhe njëkohësisht të angazhohet në karrierën e saj, të cilën natyrisht i urojmë shumë sukses në të ardhmen. E kënaqur nga komentet, Kida rrëfen rëndësinë e shkollës dhe raportin që ajo ka me shoqëri. Shkolla është qysh për mua është obligative se edhe kam qef me kry krejt, edhe nuk kam qef me lona s'kur gjë heq. Shkaku që ka mungu këto kohë, dhe me thonë u konë shkaku i koncerteve ose intervistave ose sanave që kom pas angazhime rreth muzikës, cilat nuk kam mujt milion. Disish kur shkoj në shkollë jam kejt dikush tjetër, apden kush jem konë edhe krejt. Edhe krejt këthejna është të normal, edhe bëj hajgare, bëj majgare sana, mund keshët me ta dëshysh. Ata marrin mu se ndrysha, po kuptan, po prap e din që one s'jam të ndryshua, nëse m'njohen. Edhe one sila me ta normal shumë sill gjithë, pa kur far, as nuk e ni vetën këngëtare kur jam në shkollë. Veç tjerash, Kida tregon se cila ishte lënda preferuar dhe më pak e pëlqyer për të. Mu m'pëlqen dizajnin shumë. Edhe që shumë kohën e vogël kam pas shef muzik, dizajn, krejt, qëto që ka pas me art. Dhe me thonë klasën e 10, kur kam hi, jam marrë me dizajn, e kam pas dhe me thonë landin e dizajnit, e kam krya, jo kam veç një vjetë, ta shumë pëlqenë edhe gjuhët e hoja, kam lanë që më pëlqenë, lanën që më pëlqenë është matematika. Por, cili ishte suksesi asaj në shkollë, është notuar ajo ndonjëherë me notë dobët. Kom marrë në dëbë, po gjithë jam kona si personin që edhe nëse e kom marrë, në dëbë gjithmonë kom luftu me këthy qysh duhen e vetë, edhe gjithmonë e kom këthy. E ndonjëherë, edhe pa mësuar, ajo i kalon të provimet. E majnë men testi biologjisë u konë, ajo u konë shumë tepër që sharake për mu se u konë exam week, u konë dhe me thonë testi final që ata nëse e bën gabim dhe me thonë e kryte më me që të vetë e marrë, nish, me thone, e u krejt edhe me notën që e ke pas. Edhe që atë të gjithë më ka tokë shumë interesant se janë kohë 100 pyetje. Edhe ta shumë në 100 pyetje, i disha do, po nuk i disha krejt, ashtë që ato një qenë, unë e akom bo me elim-belim, që është e poja. Edhe kër e kom krym fond, kër e kom pa pik, jem mejt, ashtu e, nuk kom ditë kur gjë, do me thone, kom kalu. Nuk kam betur shumë kohë derisa ajo ta përfundoi shkollën e mesme, por mbrëmja maturës nuk është që në gjallë shumë interes për të. Nuk e di, nuk jam fort të shtynë e mrameve, ekskurzioneve, që që asë njëherë nuk jem shku. Asë kër jem në shkollë fillore, asë të mesmën. Nuk e di pse. Nështë që unë kam shëshni me ta dhe krejt, po nuk di pse, dhe qysh si kam qef shto mrame, ishte sanë. Mbase për mbrëmje ende nuk ka vendosur, por se qëfar shkollimi do e vazhdoj Kida, e di shumë mirë. Për menimin tem, diçka me mgjut jashtë muzikës, i shkon dizajne, që prapë përshtatet për muzikë, po edhe të njëjtën kohë, diçka që kisha pas qef u marrë me të, se është art edhe kam qef dizajn shumë, edhe di me vizatu edhe kisha pas qef diçka interesant, kam qef me ndërtu sene. Për ndryshe, ajo asnjëherë nuk e lë anash muzikën. Për më pak se një muaj, Kida vjen me projektin e saj më të ri.